Pak ditë para finales së Ferma VIP, rrjetet sociale janë përfshirë nga një val pretendimesh dhe mesazhesh që po qarkullojnë online, ku aludohet se Mimoza Ahmeti mund të mos jetë favoritja e produksionit për të fituar formatin. Në disa screenshote të publikuara në rrjetet sociale pretendohet se ekzistojnë skenar të paracaktuar për ecurinë e lojës, ndërsa emri Mimoza Ahmetit përmendet shpesh si një nga konkurrentet që sipas ndjekësve të saj nuk po merr vlerësimin që meriton. Këto pretendime kanë ndezur debat mes fansave të spektaklit, të cilët pyesin nëse rezultati final do të vendoset nga publiku apo nga dinamika e produksionit. Nga ana tjetër, nuk ka asnjë konfirmim zyrtar që vërteton vërtetësinë e mesazheve që po qarkullojnë, ndërsa produksioni Ferma VIP nuk ka reaguar lidhur me këto aludime. Megjithatë, mbështetësit e Mimoza Ahmetit vazhdojnë të insistojnë se poetja ka qenë një nga figurat më të spikatura të këtij edicioni dhe se meriton të jetë deri në fund në garë. Tashmë mbetet për të parë nëse këto pretendime janë thjesht shëtheme të rrjeteve sociale apo paralajmërim për një surprizë të madhe në finalen e spektaklit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.